Në Elbasan sot u zhvillua ceremonia mortore e 43 vjeçarit Mondi Mahalla, i ekzekutuar mbrëmjen e së dielës pranë biznesit të tij në Unazën Jugore. Në zonë, policia ka vendosur masa të shtuara sigurie si për shkak të zhvillimeve hetimore, ashtu edhe të konfliktit të dyshuar që viktima kishte ditët e fundit. Ndërkohë, burime nga grupi hetimor konfirmojnë se Naldo Gjini është personi i parë që po hetohet si dyshuar kryesor për ekzekutimin mafioz të 43 vjeçarit. Forcat speciale, FNSH dhe strukturat hetimore janë angazhuar në kërkim të tij, ndërsa kontrollet janë shtrirë në disa qytete të vendit. Një tjetër person nga Lezhë është shoqëruar ditën e djeshme, pasi dyshohet se mund të ketë dijeni rreth konfliktit që Mahalla kishte pak ditë përpara ngjarjes. Pikërisht ky konflikt, ende me motive të paqarta, po konsiderohet si një nga pistat më të forta të hetimit. Hetimi ka zbuluar dhe 2 automjete që lidhen me atentatin. Përveç Audit të djegur të gjetur në Mirak, hetuesit kanë identifikuar një mjet të dytë në Durrës, i cili dyshohet se është përdorur nga autorët. Automjeti është sekuestruar dhe po i nënshtrohet ekspertizës së thelluar për gjurmë biologjike, shenja gishtash dhe çdo provë tjetër që mund t'i çojë hetuesit tek autorët. Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 20:35 të ditës së diel. Biznesmeni Mahalla sapo kishte hyrë në automjetin e tij kur u qellua me breshëri plumbash. Ekspertët konfirmojnë se ai është qelluar me 3 plumba, 2 prej të cilëve në kokë, një mënyrë ekzekutimi tipike profesionale. Deri tani, të paktën 15 persona janë shoqëruar për të dëshmuar dhe për të sqaruar konfliktet e mundshme që viktima mund të ketë pasur. Policia vijon kontrollet, duke ngritur pika të shumta në të gjitha daljet e Elbasanit dhe duke kontrolluar banesa, rrugë dytësore dhe zona të izoluara që mund të jenë përdorur nga autorët për t'u larguar. Hetimet po vijojnë me intensitet, ndërsa autorët e atentatit mafioz ndaj Mondi Mahallës mbeten ende të lirë.